Procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian mbetet i kushtëzuar me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Komisionerja për zgjerim në Bashkimin Evropian, Marta Kos në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, theksoi se dialogu ndërmjet dy vendeve duhet të rifillojë dhe të çojë në rezultate konkrete, në mënyrë që Kosova të mund të avancojë drejt marrjes së statusit të vendit kandidat. Ajo theksoi se qeveria e re në Prishtinë duhet të tregojë vullnet dhe kapacitet për të përmbushur disa parakushte të qarta, që përfshin zbatimin e sundimit të ligjit, respektimin e të drejtave të njerëzit, si dhe adresimin e situatës në veriun e vendit, ku tensionet ndëretnike kanë mbetur të larta. Sa i takon masave ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian pas ngjarjeve në veri, komisionerja Kos u shpreh se ato nuk janë tërhequr ende, për shkak të mungesës së dakordësisë midis vendeve anëtare të Unionit. Sipas saj, aktualisht ekziston një perceptim se Kosova nuk ka ndërmarrë mjaft hapa të qarta dhe të matshme drejt tensionimit të situatës në komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Që prej shtatorit të vitit 2023, në Bruksel nuk është zhvilluar asnjë takim në nivel të lartë politik mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Kontakti i vetëm i mbetur është ai në nivel teknik përmes kryenegociatorëve, gjë që tregon ngecjen serioze të procesit të dialogut. Në përfundim të intervistës, Kos u shpreh se Bashkimi Evropian mbetet angazhuar për integrimin e Ballkanit Perëndimor, por progresi i secilit vend varet nga përmbushja e detyrimeve dhe angazhimi i sinqert për stabilitet dhe bashkëpunim rajonal.